Një zinxhir sulmesh të koordinuara në rrjete sociale dhe faqe online që më pas kulmuan me linqimin publik të gazetarëve nga Shqipëria dhe Kosova pas vizitës së tyre informuese në Izrael, nuk është i panjohur për autoritetet shqiptare. Burime konfirmojnë se përpara se shënjestra të zhvendosit e gazetarët, objekti i sulmeve dhe i një fushate të qëllimshme, intimidimi, kanë qenë antar të Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë. Deputetët u sulmuan për faktin se kishin qenë më herët në Izrael në kuadër të grupit parlamentar të miqësisë Shqipëri-Izrael. Burimet bëjnë me dije se kjo prani institucionale në terren ka qenë një nga arsyet kryesore të shënjestrimit të tyre në fushatën denigruese që pasoi. Për më tepër, u prodhua dhe u shpërndai edhe një video denigruese ku ishin përdorur fotot e deputetëve të ekspozuar publikisht me etiketime politike dhe fetare në një përpjekje të hapur për intimidim dhe presion publik. Deputetët e sulmuar i përkasin të gjitha forcave politike, çka përjashton çdo interpretim të një anshëm partijak dhe forcon dyshimet për një operacion të organizuar. Deputetë të komisionit u ballafaqjuan me fushata denigruese online sipas së njëjtës skemë që u përdor më vonë edhe ndaj gazetarëve, etiketime publike, nxitje urrëtie dhe tentativa të hapura intimidimi. Mësohet se pikërisht këta deputet kanë vënë në lëvizje shërbimin informativ shtetëror, duke referuar materialet dhe indicjet që flasin për një operacion të organizuar digital me element të qartë të radikalizimi. Si pasojë ka nisur hetimi dyfisht nga strukturat e krimit kibernetik dhe antiterrorit. Procedurat hetimore po përqendrohen tek origjina e sulmeve, rrjetet që i amplifikojnë ato dhe lidhjet e mundshme me shoqata apo grupime të huaja radikale islamike. Burimet bëjnë me dije se antiterrori pritet të marrë në pyetje të gjithë personat e përfshirë, të cilët ndodhen aktualisht në vëzhgim. Një element tjetër që ka rënduar situatën është fakti se sulmet janë përhapur edhe nga faqe biznesi dhe profile komerciale, çka ka ngritur dyshime serioze për shkelje të politikave të platformave sociale. Për këtë arsye, janë depozituar raporte zyrtare pranë kompanisë Meta, e cila ka politika strikte kundër nxitjes së urrëties dhe antisemitizmit. Kjo prapavi e dritë mbi faktin se linçimi i gazetarëve pas vizitës në Izrael nuk ka qenë reagim spontan, por pjesë e një operacioni të strukturuar dhe të sinkronizuar, i cili fillimisht ka testuar terrenin duke goditur institucione dhe përfaqësues të sigurisë kombëtare. Hetimet në vijim pritet të zbardhin nëse ekziston një lidhje direkte mes fushatave kundër deputetëve të sigurisë dhe më pas kundër gazetarëve, si dhe nëse kemi të bëjmë ndërhyrje të organizuar në funksion të agjendave antiperëndimore dhe destabilizuese për institucionet shqiptare. Rasti po trajtohet tashmë si çështje sigurie kombëtare.